Ministri i Brendshëm Flamur Noka, ndërsa ka inspektuar terminalin e ri të portit të Durrësit, nga ku ka parë nga afër punën e policisë kufitare në drejtim të kryerjes së procedurave, si pika e parë e prezantimit të turistëve me Shqipërinë, tha se janë marrë të gjitha masat për mbarvajtjen e punës, me rritjen e fluksit të emigrantëve që kthehen në Shqipëri për pushimet e verës. Policia kufitare të marrë gjitha masat për të mundësuar fleksibilitetin e lartë të lëvizjes së qytetarëve. Policia kufitare si pika e parë e kontaktit me qytetarët, domethënë si impresioni i parë i turistit në kontaktin me Shqipërinë, ka marrë masat dhe instruksionet e nevojshme që të presë dhe të respektoj maksimalisht kodin e etikës dhe të kulturës qytetare, të gjitha masat për përpunim në kohë dhe sa më të shpejt të dokumentacionit. Noka kërkoi më shumë gatishmëri nga strukturat policore në drejtim të ruajtjes së rendit dhe qetësisë publike përgjatë sezonit turistik. Janë instruktuar të gjitha strukturat e policisë, drejtoritë e policisë dhe komisariatet e policisë, që të jenë 24 orë në 24 në shërbim të rendit dhe sigurisë së qytetarëve dhe turistëve në këtë sezon. Terminali Durrësit, i cili u inaugurua disa ditë më parë nga kryeministri Berisha, është një investim me vlerë rreth 21.8 milion euro, i cili do të përmbush nevojat në rritje të trafikut, tregtisë, ekonomisë shqiptare në zhvillim, si dhe qarkullimit të lirë të njerëzve. Ky terminal i ndërtuar në përputhje me standardet më të larta europiane, do të mundsojë një shërbim modern, të shpejtë dhe cilësor për miliona qytetarë që kalojnë nga ky port çdo vit. Terminali ka një kapacitet përpunimi deri në 2000 shtetas njëkohësisht, ndërsa është projektuar për të shërbyer 1.5 milion pasagjerëve në vit. Ndërkaq në dispozicion të pasagjerëve janë 46 poste të kontrollit.